Festa e ditëlindjes së parë të Luna Mariellit ka sjell emocione të papërshkrueshme për të gjithë ndjekësit dhe familjarët e saj. Një nga momentet që ka tërhequr vëmendjen dhe ka prekur zemrat e publikut ishte shfaqja e papritur e nënës së Louis Aillit, Angelina Ailey. Për një kohë të gjatë, shumë ndjekës kishin menduar se ajo ndodhej jashtë vendit, konkretisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por surpriza më e bukur për të gjithë ata që e ndjekin me përkushtim këtë familje, ishte pikërisht prania e saj në këtë ditë të veçantë për mbesën. Në një video që është shpërndar me shpejtësi në rrjetet sociale, Angelina shfaqet me buzëqeshjen e saj të ngrohtë duke pozuar për një fotografi krah dy grave të tjera shumë të rëndësishme për jetën e Lunës. Nga njëra anë qëndron Valbona Mema, këngëtarja e dashur për publikun dhe një mike e afërt e çiftit, dhe nga ana tjetër Blerta Tito, nëna e Kiarës, e njohur për mbështetjen e vazhdueshme që i ka dhënë vajzës së saj. Ky moment është përjetuar si një simbol i bashkimit të brezave dhe i forcës së grave që qëndrojnë pranë një familjeje të bukur dhe të dashur për të gjithë publikun shqiptar. Prania e Angelinës në këtë ditë nuk ishte thjesht një surprizë, por edhe një mesazh i fuqishëm. Ajo ka treguar se, pavarësisht distancave apo angazhimeve të përditshme, një nën dhe një gjyshe do të jetë gjithmonë aty kur zemra e familjes feston. Kostumi i saj bojqielli, eleganca natyrore dhe buzëqeshja e qetë e bën të spikatur dhe të dashur për të gjithë të pranishmit. Në komente të shumta që kanë vërshuar nëpër rrjetet sociale, ndjekësit kanë vlerësuar prezencën e saj duke theksuar fisnikërinë dhe përulësinë që ajo përcjell. Disa kanë shkruar se në sytë e saj lexohej një dashuri e thellë, që nuk kishte nevojë për fjalë apo shfaqje të mëdha. Vetë fakti që ajo ndodhej atje në ditëlindjen e mbesës ishte dëshmi e një dashurie të pastër dhe të palëkundur. Fotografia që është bërë virale ku ajo shfaqet me Valbonën dhe Blertën është përshkruar nga ndjekësit si një nga pamjet më të bukura dhe më domethënëse të kësaj feste. Aty shihet qartësisht fuqia që mbartin gratë e një familjeje kur bashkohen për të festuar jetën dhe gëzimin. Përveç simbolikës, ky moment përçoi një ndjesi të fortë ngrohtësie dhe bashkimi, që rrallëherë shfaqet në një mënyrë kaq natyrale dhe të sinqertë. Disa ndjekës e kanë krahasuar këtë pamje me kujtimet e tyre familjare dhe kanë treguar se janë ndjerë të përfshirë emocionalisht nga kjo skenë. Ka pasur edhe nga ata që kanë shkruar se ky është një nga ato momente që të kujton se sa e rëndësishme është dashuria pa kushte dhe prezenca në ditët e mëdha të jetës. Angelina ka dhënë një mësim të heshtur, por shumë të fuqishëm, se nuk ka nevojë të flasësh shumë për të treguar sa shumë do mjafton të jesh aty me gjithë zemrën dhe me gjithë dashurinë që vetëm një nën dhe një gjyshe mund ta japë.